Dje rreth orës 15:30 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, një 22 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se është mashtruar për shumën prej 1.600 eurosh nga AI 19 vjeç nga Tetova. Sipas denoncimit, në periudhën nga data 29 gusht deri më 4 shtator 2025, në disa raste AI e ka mashtruar dhe ja ka marrë parat me qëllim që t'i depozitojnë në ndonjë platformë online, ku do të përfitonin një shumë më të madhe parash. Siç është denoncuar, pasi i dha parat, AI nuk i është përgjigjur thirrjeve telefonike, pas së cilës ai e ka kuptuar se ishte mashtruar, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 22:30 në Tetov, punonjësit policorë të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar ZS 69 vjeç nga Tetova. Atij i është konfiskuar armë zjarri dhe leje për posedim të armës së zjarrit, për të cilën ekziston dyshimi se me të është kryer vepër penale. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Sot rreth orës 8 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 41 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se ish partneri i saj, ÇB, ka hyrë dhunshëm në banesën e saj në Tetov dhe e ka përdhunuar, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 10 në departamentin e policisë Zherovian, BO 44 vjeç nga fshati Gurgunice Tetovës, ka denoncuar se është larguar nga shtëpia vajza e tij 15 vjeçare NO, po merren masa për gjetjen e personit. Dje rreth orës 16:55 në sektorin për punë të brendshme Tetov, është denoncuar se në rrugën rajonale Mavrov-Dibër, në vendin e quajtur Hani i Rostushës, ka ndodhur një aksident trafiku ndërmjet një automjeti pasagjerësh Volkswagen Bora me targa të Dibrës, i drejtuar nga VQ 51 vjeç nga Dibra, një automjeti Mallrash Mercedes Sprinter me targa të Shkupit, i drejtuar nga JA 59 vjeç nga Shkupi, dhe një automjeti pasagjerësh Mercedes me targa kombëtare greke, i drejtuar nga BA 43 vjeç nga Republika e Shqipërisë. Në aksident, lëndime të rënda trupore kanë pësuar pasagjerja e automjetit Volkswagen Bora FQ 46 vjeç nga Dibra dhe pasagjeri i automjetit Mercedes GK nga Republika e Shqipërisë, ndërsa pasagjerja e të njëjtit automjet OM ka pësuar lëndime trupore të konstatuara në qendrën mjekësore në Dibër. Me autorizim të prokurorit publik, ekspertizën në vendin e ngjarjes e ka kryer një ekip nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gosivar. Gjatë ditës së djeshme në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov është kryer kontrolli automjeteve dhe drejtuesve të tyre. Gjatë kontrollit janë sankcionuar 25 drejtues, 17 nga Tetova dhe 8 nga Gosivari për parkim të parregullt, ndërsa 16 automjete janë ngritur me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 140 lloje të tjera të shkeljeve në komunikacion, 99 në Tetov dhe 41 në Gosivar.